Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një pyetje shumë interesante që hapi shumë njerëz kur e dëgjojnë për herë të parë. Pse kanceri pothuajse nuk prek zemrën? Ne dëgjojmë shpesh për kancer të mushkrive, të gjirit, të zorrës së trashë, të prostatës apo të trurit, por shumë rrallë pothuajse kurrë për kancer të zemrës. Kjo ka bërë që shumë njerëz të mendojnë se zemra është imune ndaj kancerit. Por a është vërtet kështu? Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Në këtë video do të shpjegojmë pse kanceri i zemrës është jashtëzakonisht i rrallë, çfarë bën zemrën ndryshe nga organet e tjera dhe kur në raste shumë të rralla ai mund të shfaqet. Së pari duhet sqaruar një gjë e rëndësishme. Kanceri i zemrës ekziston, por është ekstremisht i rrallë. Pra nuk është se nuk ndodh kurrë, por probabiliteti është shumë herë më i ulët krahasuar me organet e tjera. Arsyeja kryesore lidhet me mënyrën si janë ndërtuar qelizat e zemrës. Qelizat e zemrës pothuajse nuk ndahen. Shumica e kancereve lindin kur qelizat fillojnë të ndahen në mënyrë të pakontrolluar. Sa më shpesh të ndahet një qelizë, aq më i lartë është rreziku për mutacione gjenetike që çojnë në kancer. Por qelizat e muskulit të zemrës, të quajtura kardiomiocite, janë ndryshe. Ato formohen kryesisht para lindjes dhe në fëmijëri, dhe më pas ndarja atyre ngadalësohet në mënyrë drastike. Në moshë të rritur, këto qeliza pothuajse nuk shumohen fare. Kjo do të thotë më pak ndarje qelizore, më pak gabime gjenetike dhe rrjedhimisht rrezik shumë më i ulët për kancer. Zemra ka furnizim shumë të lartë me oksigjen. Zemra është organi që pompon gjakun vazhdimisht, 24 orë në ditë. Kjo do të thotë se qelizat e saj furnizohen vazhdimisht me oksigjen dhe lëndë ushqyese. Shumë tumore zhvillohen më lehtë në ambiente me oksigjen të ulët, ku qelizat pësojnë stres dhe mutacione. Ambientet me oksigjen të lartë janë më pak të favorshme për zhvillimin e tumoreve maligne. Pra aktiviteti konstant i zemrës krijon një mjedes jo shumë të përshtatshëm për rritje tumorale. Zemra ka metabolizëm shumë të specializuar. Qelizat e zemrës janë të programuara pothuajse ekskluzivisht për të kurrje ritmike. Energjia atyre përdoret kryesisht për funksion mekanik për pompimin e gjakut. Ato nuk janë të fokusuara në rritje apo shumëzim, ndryshe nga qelizat e lëkurës, zorrëve apo mushkrive, që rinovohen vazhdimisht. Ky specializim ekstrem e bën më të vështirë transformimin kancerogjen. Lëvizja vazhdueshme mekanike. Zemra nuk ndalon kurrë së rrahuri. Kjo lëvizje konstante krijon një mjedes fizik që nuk është i favorshëm për ngjitjen dhe zhvillimin e masave tumorale. Indet që qëndrojnë statike janë më të predispozuara për rritje qelizore jo normale, krahasuar me një organ që lëviz pa ndërprerje. Por kur shfaqet kanceri i zemrës? Në raste shumë të rralla kur ndodh, ai zakonisht ndahet në dy kategori: tumore primare të zemrës që lindin direkt në indin e saj dhe tumore sekondare që përhapen nga organet të tjera përmes gjakut ose sistemit limfatik. Pra shumë e zakonshme që zemra të preket nga metastaza sesa të zhvillojë vetë kancer. Zemra nuk është plotësisht imune ndaj kancerit, por është një nga organet më rezistente ndaj tij. Arsyet kryesore lidhen me ndarjen shumë të rrallë të qelizave, furnizimin e lartë me oksigjen, specializimin ekstrem funksional dhe lëvizjen e vazhdueshme mekanike. Këta faktore bëjnë zhvillimin e tumoreve shumë më të pazakontë. Trupi ynë fshi shumë sekrete dhe sa më shumë i kuptojmë, aq më mirë kujdesemi për të. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.